Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sotshëm është 17 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1775, Revolucioni Amerikan, Betejë e Bunker Hill. 1885, Statuja e Lirisë mbërri në portin e New Yorkut. 1940, Lufta e dytë botërore, Operacioni Ariel fillon. Trupat aleate fillojnë zbrazjen e Francës dhe më mbas Gjermania zë Parisin dhe shumicën e vendit. 1940, 3 shtetet baltike të Estonia, Latvia dhe Lituania ranë nën pushtimin e Bashkimit Sovjetik. 1944, Izlanda bëhet republik. 1953, në Gjermaninë Lindore, Bashkimi Sovjetik urdhëron një divizion trupash në Berlinin Lindor të shuajë një revolt. 2007, në Budvë është burgosur ish generali i policisë serbe Vlastimir Đorđević, i akuzuar nga Tribunali i Hagës për krime lufte në Kosovë gjatë vitit 1999. 2008, Haris Siljajić, kryesuesi i rradhës së presidentes së Bosnjës dhe Hercegovinës, për herë të parë viziton Shqipërinë. Lindje 1967, lindi Koichi Yamadera, aktor dhe dublues japonez. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Joseph Black, i cili ishte një mjek dhe një kimist mjaft i njohur. Ai ka dhënë një kontribut mjaft të madh në kimi, pasi ka zbuluar dhe ka shpikur gazin e dioksidit të karbonit. Bërja e vëshkimeve të rëndësishme për nxehtësinë dhe temperaturën, si dhe zbulimi i nxehtësisë latente. I lindur në Bordeaux në vitin 1728 nga një baba irlandez dhe një nënë skoceze, Joseph Black kaloi jetën e tij të punës në Skoci. Ai konsiderohet si një nga kimistët më të shuar në botë dhe një nga baballarët themelues të shkencës së kimisë. Black ishte një njeri modest dhe një mësues i shkëlqyer. Teknikat e tij të përpikta të kërkimit ishin frymëzim për të tjerët në kohën e tij dhe kanë mbetur të tilla dhe sot. Vitet e hershme dhe arsimi. Gjatë viteve të tij fillore, Black u arsimuan në shtëpi nga nëna e tij. Kur ishte 12 vjeç, ai dërgua të jetonte me të afërmit në Belfast dhe të ndiqte shkollën atje. 4 vite më vonë, ai shkoi në Universitetin Glasgow për të studiuar mjeksi. Doktori dhe kimisti skocez William po fillonte një kurs të ri leksionesh në kimi në këtë kohë. Black u bë asistenti i Dr. William. Kimia ishte një pasion për Blackun, së bashku me edukimin e tij mjekësor, të cilën e përfundoi në Edinburgh në vitin 1754. Zbulimi i dioksidit të karbonit. Black ishte gjithashtu një kimist i përpik, duke mbajtur shënime me kujdes të gjitha rezultatet dhe matjet e tij. Ishte kjo që çoi në zbulimin e tij të dioksidit të karbonit. Black synonte të ndiqte më tej këtë studim, megjithatë nga viti 1756, ai u pushua me detyrat që lidhen me emërtimin e tij dhe u bë një profesor i kimisë në Universitetin e Glasgow. Shkenca e nxehtësisë. Black gjithashtu interesua për shkencën e nxehtësisë. Në shekullin e 18 kishte disa teori konkurruese rreth natyrës së nxehtësisë dhe lidhjes së saj me temperaturën. Hetimet e Black jo vetëm që sqaruan dallimin mes temperaturës dhe nxehtësisë, por gjithashtu rezultuan në teorinë e nxehtësisë latente. Gjatë kësaj kohe, Black takoi James Watt në Glasgow dhe ata u bën miq dhe bashkëpunëtor. Kthimi i tij në Edinburgh. Në vitin 1766, Black u kthye në Edinburgh për të bërë profesor i kimisë. Ai njihej si një mësues i shkëlqyer që frymëzoi një numër studentësh të tij për të ndjekur karrierën në kimi. Ai ishte gjithashtu respektuar gjërësisht si shkencëtar dhe mjek.
Disa vepra mjekësore të fundit të shekullit të 18 përmbajnë kushtime për të. Black u thirr si konsulent për të dhënë mendimin e tij për eksperimente në shumë fusha të ndryshme. Edhe pse Black nuk ka pasur shumë miq, ai nuk martua kurrë. Ai ka ndëruar jetë në vitin 1799. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të brokolit. Brokoli është një perime e cila përmban mjaft vlera ushqyese, le të themi që është një central elektrik për shkak të vitaminave, proteinave që ai përmban. Brokoli njihet tashmë për vlerat ushqyese të mrekullueshme që na ofron. Ai përmban sodium, potasium, karbohidrate, fibra, proteina, vitamina, kalcium, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E, vitamin A, vitamin C dhe magnesium, cilat janë përfitimet tona kur konsumojmë brokoli. Ruan dhe mirëmban shëndetin e lëkurës, promovon rigjenerimin dhe riparimin e lëkurës, lufton plakjen, mbron maksimalisht lëkurën nga djedhi dhe përmirëson sistemin imunitar. Brokoli është shumë i dobishëm për shëndetin e lëkurës tuaj, nisur nga përmbajtja e fibrave dietike, vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve. Brokoli është i pasur në antioksidantë të tillë si vitamina C dhe vitamina E. Vitamina C stimulon prodhimin e kolagjenit, duke mbajtur lëkurën tuaj të shëndetshme, ndërsa vitamina A mbron membramat qelizore të lëkurës suaj dhe parandalon dëmtimet nga rrezet ultraviolet. Vitamina C ka veti antioksiduese, të cilat luftojnë radikalet e lira, duke penguar kështu shkaktimin e dëmit të lëkurës. Radikalet e lira janë përgjegjëse për shkaktimin e problemeve të lëkurës dhe për përshpejtimin e plakjes së saj. Me eliminimin e tyre vitamina C, gjithashtu brokoli përmban dhe beta-karoten, vitamin E, vitamin B kompleks, që jep shkëlqim dhe mban lëkurën tuaj të re. Pra, ajo është shumë më e dobishme se mbrojtjet e tjerë kundra djedhit. Vitamina C, beta-karoteni dhe vitaminat të tjera, gjithashtu dhe mineralet si seleni, bakri, zinku dhe fosfore, janë të pranishëm në perimet jeshile të errëta dhe përmirësojnë konsiderueshëm sistemin imunitar. Gjithashtu, brokoli përmban dhe omega-3 dhe aminoacide, të cilat japin shkëlqim dhe pamje të shëndetshme lëkurës. Nxit rritjen e flokëve, jep shkëlqim flokut, lufton humbjen e tij. Vitamina B6 ndihmon në reduktimin e stresit, një faktor që kontribon në humbjen e flokëve. Këto vitamina japin mbështetje shëndetit mendor dhe fizik, i cili nga ana e tij jep mbështetje sistemit të shëndetshëm të flokëve. Brokoli gjithashtu parandalon sëmundjen e kancerit. Studimet kanë vërtetuar se brokoli mund të parandalojë sëmundjen e kancerit. Ai ka veti të caktuara, të cilat mund të largojnë nga trupi estrogenin që shkaktojnë kancerin. Brokoli me vetit e tij antikancerogjene është shumë efikas në parandalimin e kancerit. Përmban vlera të shumta ushqimore. Ai është një burim i mirë ushqyesish, si fibra, vitamin C, vitamin A dhe beta-karoten. Në rastin e femrave shtatzën, konsumimi i brokolit rrit vlerat ushqimore dhe parandalon problemet me kapsllokun. Gjithashtu brokoli rrit dhe nxit sistemin ton imunitar. Ai kujdeset për shëndetin e zemrës, pasi përmban fibra, acide yndyrore dhe vitamina, të cilat rregullojnë presionin e gjakut në trup dhe ulin kolesterolin e dëmshëm. Gjithashtu mbron enet e gjakut nga dëmtimet dhe rregullon presionin e gjakut, duke parandaluar infarktin dhe atakun e zemrës. Kujdeset për shëndetin e sistemit nervor, duke qenë se përmban kalium, i cili është një element mjaft i rëndësishëm në ruajtjen e një sistemi të shëndosh nervor. Brokoli ka përmbajtje të lartë të kaliumit, i cili na siguron një shëndet të mirë. Parandalon anemin. Anemia është shkaktuar nga mungesa e hekurit, është një nga shkaqet e zakonshme të humbjes së flokëve. Brokoli përmban hekur dhe acid folik, që ndihmojnë në parandalimin e anemisë. Kontribon për një shikim normal. Brokoli përmban vitamin A, e cila ndihmon retinën të absorbojë dritën dhe të sigurojë shikimin e duhur. Brokoli gjithashtu ka veti parandaluese të kancerit. Kontribon për kocka të shëndetshme. Ai është një burim i mirë i kalciumit. Kalciumi që gjendet në brokoli është më efektiv se sa
kalciumi që gjendet në produktet e qumshtit, gjithashtu ndihmon në parandalimin e osteoporozës, e cila është shumë e zakonshme tek femrat gjatë shtatzanisë, por edhe pas shtatzanisë për shkak të mungesës së kalciumit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era do të fryme një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 16 deri 20 gradë Celsius, Kukës 9 deri 10 gradë Celsius, Peshkopi 13 deri 19 gradë Celsius, Tiranë 17 deri 18 gradë Celsius, Durrës 19 deri 21 gradë Celsius, Kavaj 20 deri 21 gradë Celsius, Elbasan 17 deri 19 gradë Celsius, Berat 16 deri 18 gradë Celsius, Korçë 10 deri 12 gradë Celsius, Vlorë 19 deri 23 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri 21 gradë Celsius, Sarandë 17 deri 22 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 14 deri 17 gradë Celsius, Podujev 12 deri 15 gradë Celsius, Skënderaj 14 deri 17 gradë Celsius, Pej 15 deri 19 gradë Celsius, Prishtinë 13 deri 16 gradë Celsius, Gjakov 14 deri 20 gradë Celsius, Malishev 13 deri 18 gradë Celsius, Gjilan 13 deri 18 gradë Celsius, Ferizaj 14 deri 18 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri 18 gradë Celsius, Prizren 12 deri 17 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.